Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi ditën e sotme. Sot jam fokusuar më shumë tek gjesti sepse kam më shumë lajme dhe dua të jem në hapin e kohës me ju për t'ju informuar rreth gjithçka ndaj asaj që ndodhen. Ka thashë theme për një ndarje mes gjestit edhe mes Eglin, por siç duket Kunati në këtë rast, burri i Ejonës, e ka pritur gjestin në aeroport. Kështu janë informacione. Tani unë nuk e di, po kemi arritur të sigurojmë një mini informacion të këtill që gjesti ka një marrëdhënie shumë të mirë me Eglin dhe konkretisht familja e Eglit e respektojnë shumë. Tashmë prej muajsh dy nga figurat më të dashura të showbizit shqiptar, Gjesti dhe Egli kanë qenë në qendër të thashëthemeve dhe spekulimeve lidhur me marrëdhënien e tyre. Nga mungesa e postimeve të përbashkëta deri tek keqja unazës të martesës dhe mosndërveprimi në rrjetet sociale, të gjitha këto kanë ngritur një sër dyshimesh të forta se çifti mund të ketë kaluar ose mund të jetë ende duke kaluar një krizë në marrëdhënien e tyre. Por zhvillimet e fundit kanë ngjallur një tjetër valë diskutimesh dhe pritjesh, sipas disa burimeve të afërta me fansat që prej kohësh përcjellin çdo lëvizje të çiftit në rrjetet sociale dhe në jetën publike. Gjesti është parë të dielën, apo më konkretisht këtë të diel që Gjesti u kthye nga Austria në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës në shoqërinë e burrit të motrës së Eglit. Ky moment, edhe pse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht në foto apo deklarata, ka bërë që fansat të shpërthejnë me komente dhe hamendësime të shumta. A është ky një takim i rastësishëm, apo mos vallë kemi të bëjmë me një përpjekje për pajtim mes çiftit, ndoshta nga kjo që po flitet, por nuk ka një ndarje, Në momentin që bashkëshorti e Jonës, Kunati i Eglit në këtë rast, ka dalë ta merr Gjestin, kjo nuk kupton që nuk ka një ndarje mes çiftit. Sipas burimeve jo zyrtare, Gjesti është kthyer nga një qëndrim disa ditor në Austri, që ju e dini shumë bukur që Gjesti ka qenë i pranishëm në një koncert në Vjenë 2 ditë, dhe në momentin e arritjes në Tiranë, në aeroport, e ka pritur një person shumë i njohur për ata që janë djegës të rregullt të Eglit, bashkëshorti i motrës së saj. Ky fakt ka bërë që ndjekësit të hedhin hipoteza të ndryshme që Gjesti dhe Egli janë bashkë dhe gjitha që flitet për to është një gënjeshtër shumë e madhe për një ndarje të tyre. Pas shpërndarjes të këtij informacionit, disa nga faqet të fansave në Instagram dhe TikTok, reagimet i kanë qenë të shumta dhe të ndara. Disa komentues besojnë fort se ky është fillimi një nisme shumë të bukur, edhe pse për mendimin tim nuk është se ato janë ndarë, dhe nuk ka pse të ketë një rifillim, kur tek ato ka filluar marrëdhënia që brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe nuk duhet të lëmë dyshime në asnjë mënyrë të publiku, që nga momenti që Kunati i Eglit, në fakt në këtë rast vllau burri i Ejonës, del ta merr Gjestin, kjo nuk kupton që raporti mes Gjestit edhe Eglit është në ditët e tyre më të mira dhe më të bukura. Është fakt i njohur se Egli është shumë e lidhur me familjen e saj, veçanërisht me motrën, e cila shpeshherë është parë përkrahas saj në momente të rëndësishme. Në këtë kontekst, përfshirja e bashkëshortit të motrës në një takim me Gjestin ngjall spekulime të arsyeshme se familja mund të jetë duke e respektuar pafund Gjestin. Ky moment në aeroport nuk do të kishte bërë aq zhurmë nëse nuk do të kishte ardhur në kulmin në një periudhë të mbushur me heshtje dhe distancë mes Eglit edhe Gjestit, të paktën në rrjetet sociale. Në javët e fundit, mungesa e unazave në duart e tyre, mungesa e ndërveprimeve në rrjetet sociale dhe largimi nga vëmendja publike i tyre si çift ka bërë që shumë djegës të besojnë se gjithçka mes tyre ka përfunduar. Në këtë klimë, çdo shenjë, edhe më e vogla, shihet si një dritë të shpresë ose si një provë përfundimtare për një ndarje. Prandaj dhe ky takim, sado i thjeshtë të duket në sipërfaqe, ka peshë të madhe për perceptimin publik dhe për ecurinë e spekulimeve që vazhdojnë pa ndërprerje. Një pyetje tjetër që ka lindur menjëherë pas këtyre zërave është ku ndodhej Egli në atë moment. Deri më tani ajo nuk ka reaguar për këtë ngjarje, në rrjetet e saj sociale nuk ka asnjë postim të ri që të sugjerojë se
është në Tiranë ose në ndonjë vend të caktuar. Kjo heshtje vazhdon të ushqejë dilemat dhe të forcojë narrativën e misteri që rrethon çiftin. Mos reagimi i saj për disa është një formë distancimi, për të tjerët jo. Një mënyrë për të mbajtur privatësinë dhe për të shmangur vëmendjen mediatike. Nëse ka ndonjë zhvillim real në prapaskenë, është e qartë që çifti po e menaxhon me shumë kujdes. Ajo që në fakt unë dua të komentoj në këtë përmbledhje të këtij thashë themi që po flitet lart e poshtë, që do të thënë burri e Jonës, punati i Eglit ka dalë të merr gjestin në aeroport, ka dalë të prej gjestin, nuk është e çuditshme, megjithatë që familja e Eglit do të respektojnë gjestin në Shqipëri, sepse Egli ato ditë ishte e pozicionuar në Kosovë, ju e dini shumë bukur, tek liçeni i Dugagjinit, aty edhe ku ka regjistruar videoklipin e saj, tek liçeni i Dugagjinit quhet edhe hoteli në të cilin Egli ka regjistruar videoklipin. Do me thënë marrëdhënia e gjestit edhe Eglit është në ditët më të mira. Këtë gjë e ka konfirmuar dhe Krisa, ish-banorja e Big Brotherit, që thotë çifti janë në momentet e tyre më të bukura, le të bëjnë qef, le të kënaqen. Ajo që unë në këndin e gazetarit sa mundem unë që të kuptoj në këtë mes është fakti që Gjesti dhe Egli po ruajnë shumë lidhjen e tyre në mënyrë private, ndoshta për një arsye për të patur këtë fenomenin e marketingut në publikun shqiptar. Është i vetmi marketing që ndoshta sipas tyre mund t'i mban të gjallë në rrjetet sociale. Që të dy vazhdojnë me shumë intensitet punën e tyre, po punojnë projekte, po punojnë këngë, po punojnë hite të bukura që mezi presim që t'i sjellim. Në videon e radhës do t'ju tregoj dhe se si po shkojnë projektet e tyre, ka marrë disa informacione të reja sot. Do të thënë thjesht faktit Gjesti dhe Egli janë në një periudhë të bukur të marrëdhënies së tyre. Derisa Gjesti po vazhdon në këtë rrymë dhe vazhdojnë të ndjekin njëri tjetrin në Instagram, do të thënë kjo konfirmon që çifti është akoma në lidhje. Po që se çifti do të ishte ndarë, jam shumë i bindur që sot Instagrami është një dosje kryesore, do të largoni njëri tjetrin me një herë nga rrjeti social Instagram. Kjo është domethënia e kësaj të këtyre teorive, të këtyre handmendësimeve që fliten për çiftin, që komentojnë gjithandej për një ndarje të mundshme, për një largim të mundshëm të Eglit, për një thyerje të zemrës së Gjestit. Do të thënë kjo tregon që derisa Kunati ka dalë ta prej Gjestin në aeroport, i bie që çdo gjë është perfekte dhe çdo gjë është në rregull. Në fund të ditës ka vajt Baxhanaku të merr Baxhanakun. Kjo është realiteti. Ky është lajmi më i fundit. Tani në videon e radhës do t'ju tregoj se çfarë po ndodhen edhe më tej me këtë çift.